Disa ditë më parë, Shkupi u veshi gjithë i kuqezi. Studentët shqiptarë në Maqedoninë e Veriut, të mbështetur nga studentë dhe aktivistë nga Shqipëria, Kosova e Malizi, protestuan kundër çorbës që po gatuan Maqedonia zyrtare ndaj gjuhës shqipe. Qetësia e deritanishme në vendin fshinj ka qenë e rrejshme, si vetë qëndrimet e drejtuesve të shtetit Maqedonas, që u mungon guximi të pranojnë realitetin, të mbajnë një qëndrim konstant për përdorimin e gjuhës shqipe atje, dhe ta bindin veten se rrugë tjetër nuk ka nëse duan të jetojnë bashkërisht të gjithë në paqe. Maqedonia e Veriut, me dashjen e saj, u kthye në skenë e një krize politike, etnike dhe diplomatike të panevojshme. Për fat të keq, kjo krizë po thellohet. Kërkesa e studentëve shqiptar të drejtësisë për ta dhënë provimin shtetëror të jurisprudencës në gjuhën e tyre anëtare nuk zbuloi apo rizbuloi çarjet e thella në shoqëri, por edhe një albanofobi në rritje dhe agresive njëherazi. Sërish, në shtetin e Brisht, u shfaqën reflekse gjeopolitike nga e kaluara, që shumë i mendonin të shuara. Edhe pse akoma nuk ka njoftim zyrtar për largimin nga detyrat e ambasadorit të Shqipërisë në Shkup, Denion Mejdani, i cili doli në mbështetje të protestave studentore, vetëm si ide mjafton për të kuptuar se ajo çfarë po gatuan Maqedonia e Veriut është përtej politikës dhe diplomacisë së ditës. Është një bombë me shpërthim të kurdisur nga qarqe antishqiptare, që nuk ja duan të mirën as Republikës së Maqedonisë së Veriut. Protesta studentore për çështjen e gjuhës shqipe nuk janë thjesht e vetëm reagim ndaj një debati teknik apo juridik mbi përdorimin administrativ të një gjuhe. Në thelb, ato janë shprehje e një pasigurie shumë më të thellë historike, identitare dhe politike. Për hir të së vërtetës, kjo pasiguri e ka shoqëruar shtetin Maqedonas pothuajse që nga krijimi i tij modern. Për ta kuptuar realisht këtë tension, duhet parë jo vetëm çfarë po ndodh sot, por mënyra si është ndërtuar vetë shteti dhe marrëdhënia midis komunitetit Maqedonas dhe shqiptarëve etnik. Është fakt i pamohueshëm dhe i gjithë pranuar se shqiptarët në Maqedoninë e Veriut nuk janë një minoritet i vogël periferik. Ata përbën komunitetin e dytë më të madh në vend, madje në disa zona janë shumicë absolute. Mirpo ky fakt kokfort nuk rroket nga mendja e nxehtë maqedonase, as nuk pranohet. Shqiptarët në Maqedoninë e Veriut nuk trajtohen si bashkëpronarë të barabartë të shtetit, ashtu sikurse u takon. Kjo është arsyeja pse çështja e gjuhës shqipe ka peshë shumë më të madhe se sa duket nga jashtë. Të kuptohemi, nuk bëhet fjalë vetëm për tabela, dokumente apo procedura administrative. Gjuha është identitet. Shqiptarët e kanë kuptuar se, pavarësisht nga premtimet, marrëveshjet apo ligjet, gjuha e tyre amtare nuk respektohet nga institucionet zyrtare. Me këtë kanë kuptuar gjithashtu se pozita e tyre në këtë shtet mbetet e pasigurt. Pas konfliktit të vitit 2001 dhe marrëveshjes së Ohrit, u krijua ideja e një ekuilibri të ri. Shqiptarët duhet të ishin integruar në institucione dhe shteti maqedon, me hir a me pa hir, duhet ta pranonte karakterin multietnik të tij. Atë kohë, marrëveshja shmangu një përshkallëzim të rrezikshëm dhe praktikisht shpëtoi vendin nga një konflikt civil shumë më të gjerë. Mirpo, ashtu siç ndodh në Ballkanin ton të vogël me probleme pafund, marrëveshja politike e Ohrit funksionon shumë bukur në letër dhe shumë dobët në praktik. Ligji për përdorimin e gjuhës shqipe u pa nga shqiptarët si vazhdim logjik i frymës së Ohrit, një mënyrë për të institucionalizuar barazinë. Ndërsa Maqedonia e Veriut e konsideroi atë si kërcënim gradual ndaj karakterit unitar të shtetit. Si duket, këtu gjendet nyja reale e konfliktit. Një pjesë e shoqërisë maqedonase ende ka frikë nga ecja përpara e statusit të shqipes. Mendon se kjo e dobëson identitetin Maqedonas. Kjo frikë nuk shprehet gjithmonë hapur, por ekziston e ngulitur thellë në sfondin institucional dhe politik. Prandaj, zbatimi i ligjit shpesh bëhet i pjesshëm, selektiv dhe për herë ndeshet me pengesa të stisura burokratike. Nuk mungon kapaciteti teknik për të jetësuar gjithçka që u takon shqiptarëve atje. Do ishte naivitet po ta pranojmë këtë. Mungon dëshira e maqedonasve, vullneti për të pranuar shqiptarët si pjesë thelbësore e shtetit të tyre. Shprehje si konsensus emocional apo politik, filozofia multietnike, shteti barabartë e të tjerë, nuk janë asgjë përpara vullnetit të maqedonasve për t'i konsideruar shqiptarët si të barabartë. Vetë ata po ushqejnë idenë se një barazi për shqiptarët do të thotë humbje e kontrollit simbolik të shtetit. Vetë maqedonët po i fryjnë me të madhe një klimë mosbesimi, duke i trajtuar shqiptarët si qytetarë të dorës së dytë. Maqedonia zyrtare, mbaste nuk e ka kuptuar mirë se kjo mungesë respekti ndaj shqiptarëve e bën situatën shumë delikate për të ardhmen e saj. Tensionet etnike në Ballkan rrallë shpërthejnë nga një çështje e vetme. Zakonisht vijnë nga simbolikat dhe besimi i munguar. Gjuha është një nga simbolet më të fuqishme. Pyetja reale për Maqedoninë e Veriut nuk është a do zbatohet ligji për gjuhën shqipe, por a do ta bind shteti komunitetin Maqedonas, që edhe shqiptarët janë bashkëpronarë të tij. Të paktën, deri tani, kjo ndjenjë mungon. Ekziston një jes formal, zyrtar dhe politik, për ta respektuar gjuhën shqipe,
por jo gjithmonë ka një gatishmëri të plot institucionale, emocionale dhe shoqërore për ta zbatuar ligjin pa rezerva, pa mëdyshje, e mbi të gjitha, pa ngarkesa emocionale etnike. Në nivel zyrtar, Maqedonia e Veriut e ka pranuar në mënyrë juridike dhe kushtetuese realitetin multietnik të shtetit, vetë ekzistenca e ligjit për përdorimin e gjuhës shqipe, pjesëmarrja e partive shqiptare në thuajse çdo qeveri dhe fryma e dalë nga marrëveshja e Ohrit tregojnë se shteti nuk mund ta injorojë më faktorin shqiptar si dikur. Problemi real fillon pasi kalon pikërisht ky nivel formal. Një pjesë e institucioneve maqedonase e zbaton ligjin sa për sy e faqe, më shumë si detyrim politik dhe ndërkombëtar sesa si bindje të brendshme shtetformuese. Nuk ka refuzim frontal të hapur, por diçka më komplekse. Vonesa, interpretime të ngushta të ligjit, mungesë prioritetesh, justifikime teknike apo administrative. Çfarë tregon ky refuzim? Një pjesë e shtetit, administratës dhe elitës shtetërore maqedonase, ende e sheh identitetin maqedonas si boshtin kryesor të shtetit, ndërsa komponentin shqiptar si diçka që duhet menaxhuar politikisht, jo domosdoshmërisht si element plotësisht i barabartë i identitetit shtetëror. Pra, nuk është vetëm çështje ligji, është çështje psikologjie kolektive shtetformuese. Për fat të keq, kjo ndryshon shumë ngadalë sesa ligjet apo tekstet e thjeshta juridike. Në thelb, Maqedonia e Veriut duket sikur ende ndodhet mes dy modeleve, një shteti kombëtar me dominancë simbolike maqedonase dhe një shteti realisht multietnik, me bashkëpronësi të plot politike e kulturore. Përplasjet dhe tensionet e fundit janë shenjë se ky tranzicion tipik ballkanas, me shërbet Maqedonas, nuk është mbyllur plotësisht. Ata që e njohin Ballkanin, herë si fuçi barutje, herë si qetësia para furtunës, shpjegojnë se rruga më e mirë, efektive dhe funksionale për Republikën e Maqedonisë së Veriut do të ishte kombinimi i disa elementeve: zbatim gradual, por real i ligjit për gjuhën shqipe, depolitizimi i administratës publike, investim në institucione të përbashkëta dhe krijimi i një identiteti qytetar mbi identitetet etnike, pa tentuar t'i zhduk ato. Në këtë kontekst, shqiptarët i kanë kryer dhe po i kryejnë detyrat e tyre më së miri. Ata e duan dhe e respektojnë bashkëtesën me komunitetin maqedonas, e din gjuhën e tij, e flasin dhe e shkruajnë, i din traditat e maqedonasve, i duan dhe i respektojnë. Ka ardhur koha që edhe maqedonasit t'i konsiderojnë të barabartë shqiptarët. Pse jo? Ta mësojnë edhe gjuhën shqipe, të mësojnë me dëshirë, me zemër, ndryshe bashkëtesa etnike nuk quhet më e tillë.